Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa attamu teslim. Falënderimet i takojnë të madhit Zot, i qofshim atij fal. Përshëndetjet më të sinqerta dhe më të mira janë për pejgamberin Muhammed alayhis salam dhe gjithë pejgamberët e Zotit të përmendur në Kur'an, edhe që ka dërguar i madhi Zot në tokë. Allah i mëndhshëm, të lutemi me shpirt edhe me zemër të na bësh nga dashurit e tu për cilët s'ka frikë për to dhe dëshpërim. I madhi Zot, qofshim fal, të lutemi edhe ti ke thënë në ajetet që flasin specifikisht për Ramazanin, kur të pyesin o Muhammed njerëzit për mua, thuaj që jam afër, i përgjigjem lutësit që më lutet. Dhe ne i madhi Zot po të lutemi në fillimin e kësaj dite të agjërimit, na i fal gjitha mëkatet e jetës për 11 muaj, zor se ka shpëtu dikush pa bërë diçka të pahishme. I madhi Zot, gjithë muslimanët dhe muslimanet përgjithsisht, po edhe ne prej tyre, nuk kemi bërë mëkat ndaj teje për mendjemadhësi, por gjithë secili nga mëkatet e muslimanëve dhe të muslimaneve kanë ardhur nga pasioni dhe nga hutimi i çastit. Pra asnjëri s'ka dashur i madhi Zot ta ketë qëllimin e veçantë me të mërzit dhe të hidhuru apo me të bërë mendjemadhësi. Dhe ti ato të cilët të bëjnë mendjemadhësi dhe nuk e kanë qëllim në vetvete të hidhërojnë, ti ato të cilët i merr për çastin pasioni, ke treguar qartë në Kur'anin famlar që i fal dhe i mëshiron. Prandaj po të lutemi i madhi Zot, na fal e na mëshiro, se ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. Amin. Na fal neve i madhi Zot, familjet tona dhe gjithë ummetin e pejgamberit Muhammed alayhis salam. I madhi Zot fali, mëshiroj, begatoj, lartësoj, nderoj baballaret edhe nënat tona. Ato që kanë ndruar jetë i madhi Zot, lehtësoja çdo breng që mund të kenë në botën tjetër. Nëse të afërmit ton, i madhi Zot, që kanë ndruar jetë janë në vështirësi për shkak të pengesave të gjinafeve që mund të kenë pas, i madhi Zot largoja këto pengese dhe dënimin ktheja në mëshirë. Dhe dënimin ktheja i madhi Zot në lumturi. Nëse janë të lumtur dhe ti i ke fal dhe i ke mëshiru, shtoja gradat atyre i madhi Zot, se ti ke fuqi dhe mëshirë të madhe dhe asgjë nuk të pengon. Është kënaqësi për madhështinë tënde që atë që është lumturi dhe kënaqësi t'ia shtosh atë. I madhi Zot arsimoj, bëjt moralshëm, falje dhe mëshiroj të rinjtë dhe të reja tona. Po rritën i madhi Zot, të rinjtë dhe të rejat me sfidat ndryshme kanë pengesa i madhi Zot, pasioni i vjen nga të gjitha anët, po kur ndërhyn ti me madhështinë tënde, me fuqinë tënde, me pushtetin tënd, asnjë gjë s'është më e vështirë. Bëj të rinjtë dhe të rejat i madhi Zot të edukuar, bëj të dishëm, bëj shkencëtar, bëj njerëz që kanë vizion. Boj madhi Zot të rinjtë dhe të reja tona, jo nga ato që humbin kohën kot, kalojnë ditët dhe ato se kuptojnë se çfarë vlere ka jeta nëse s'bën asgjë, po boj të rinjtë dhe të reja tona nga ato të cilët janë të edukuar, të arsimuar, të begat, të mençur. Boj madhi Zot të rinjtë dhe të reja që janë të ri dhe të reja, po boj sikur ato kanë një moshë të madhe, sa atëherë kur ti i jep i madhi Zot mirësinë tënde, çdo gjë shkon në vendin e saj. I madhi Zot, lutem me shpirt, ruaj fëmijët tanë, sa ato gjenden përpara sfidave të mëdha, bota po ndryshon me ritëm i madhi Zot, po Kurani është prezent, mësimet e tuaja janë aty. Lumi i madhi Zot për ato që do t'i zbatojnë dhe ne të lutemi që fëmijët tanë të jenë dietar, shkencëtar, hafiz Kuranit famlar. Ruaj fëmijët tanë nga çdo e keqe, afroj ato ke çdo e mirë. Boj i madhi Zot fëmijët tanë që po rriten gëzim dhe lumturi për shpirtrat dhe për syt tanë. I madhi Zot bëj fëmijët tanë të hajrit, që edhe ne kur të kemi ndru jetë edhe të kemi shku në botën tjetër, kur na vin lajmet për fëmijët tanë të jenë të begata dhe veprat e mira që bëjnë ato për shpirtin ton, na vini i madhi Zot dhe të na gëzojnë. Të lutemi o Zot në këtë ditë agjërimi. Lutemi se ti i përgjigjes lutjes na mundso i madhi Zot ta jetojmë një jetë të lumtur, por edhe në çastin e vdekjes të themi la ilaha illallah. I madhi Zot, kur t'japim shpirt në një ditë që ti e ke caktuar për gjithë secilin, ti t'jesh i kënaq me ne në ato çaste, dhe të na e marrë shpirtin me lehtësi dhe ta dërgosh atë në xhennetet e Firdausit. I madhi Zot, ditën që do të dalim përpara teje, ditën e gjykimit, na e bën neve agjërimin, Ramazanin, faljen, veprat e mira, moralin e lartë, veprat që do të na shndrisin fytyrën, do të na izbardhin fytyrat, e do të jemi në ditë të denjë për të qenë afër pejgamberëve, të sinqertëve, të shmorëve e punëmirëve. I madhi Zot mos na huton në këtë botë për të bërë gjëra të kota, të pavlera, kalojnë ditët, kalojnë netët, kalojnë javët, kalojnë muajt, kalojnë vitet dhe ne po njësoj. A Zot na fal duke shkuar në regres?
Dhe më mirë robi të udhtojmë botën tjetër se sa të jeti kotësuar në jetën e kësaj bote. Na bën të kuptojmë çdo çast, na e mbush çdo ditë me dije, na e mbush çdo ditë me vepra të mira, na e mbush çdo ditë lexojmë Kur'anin famlar, na e mbush çdo ditë Ramazanit me agjerim, na e mbush çdo ditë Ramazanit me falje, na e mbush çdo ditë Ramazanit me teravi, na e mbush çdo ditë Ramazanit me njerëz të mirë, i madhi Zot qofshim fal. O Zot, ditën e gjykimit na e mbush peshoren me vepra të mira. O Zot, në ditë madhështore na jep librin nga krahu i djathtë. O Zot, në ditën e gjykimit na mundëso të kalojmë urën e siratit me shpejtësi. I madhi Zot, në ditën e gjykimit kur thirret emri jon, inshallah Zot thuhet, o filani biri filanit, xheneti është vend premtimi jot. Mos na bëni madhi Zot nga të cilët bën shumë krime dhe gabime dhe do të shkojnë në zjarrin e xhenemit. Mos na bën Zot në ditën e gjykimit as ta ndjejmë zhurmën e xhenemit, jo më të jemi pjesë prej saj. I madhi Zot na jep mirat e kësaj bote, të mirat e botës tjetër, na ruaj nga zjarri i xhenemit, na i fal gjitha mëkatet neve, familjarëve ton, prindërve ton dhe gjithë besimtarëve në ditën kur do të dalim përpara Teje. Kush është i sëmur, Zoti e shërof sa më shpejt, dhe kush është me shëndet, Zoti ja ruaj shëndetin. Amin, amin, amin.